Një shpërthim i lëndë plase është regjistruar rreth orës 03:20 të mëngjesit të kësaj të premte në selit të vogël në Tiranë. Sipas policisë, lënda plase është vendosur në automjetin e Dritani Janos, 39 vjeç, nipi i prokurorit Thoma Jano. Në momentin e shpërthimit, automjeti ndodhej i parkuar në oborrin e banesës së tij. Fatmirësisht, nga ngjarja nuk ka persona të lënduar, por janë shkaktuar dome materiale në mjet si pasojë e shpërthimit. Menjëherë pas sinjalizimit në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Dritani Jano ka deklaruar para hetuesve se nuk ka pasur konflikt apo përplasje me persona të tjerë dhe se nuk ka dieni për arsyet që mund ta kenë çuar në këtë akt. Burimet nga policia bëjnë me dije se 39 vjeçari ka punuar për më shumë se 10 vite në Institutin e Meteorologjisë dhe nuk rezulton personi skeduar nga autoritetet. Hetuesit dyshojnë se ngjarja mund të ketë lidhje me një konflikt të mundshëm të momentit, por deri tani nuk ka një pistë të qartë hetimore. Grupi hetimor vijon punën për mbledhjen e provave dhe identifikimin e personave të përfshirë në këtë ngjarje.